Kjo diele me sa duket nuk ishte pushim për të gjithë pasi që puni doli reperit Don Gjon dhe producentit Shkumbin e Biu me zvete. Pas ditën e së dielës në Veternik të Prishtinës rreth orës 19 reperi i njohur Don Gjon së bashku me vëllaun e tij Leonard Isufi dhe disa persona të tjerë dyshohet se kanë sulmuar producentin e muzikës Shkumbin e Biu i njohur si Bini Diez. Kur shkojmë në komision familjar, ku ndodh për shtëpisë, më një shok jam korona dhe e kom po një kërë që më kanë dhënë rrugën. Edhe e posh Don Gjoni me vëllai me do persona të tjerë. Kanë qenë në armë, unë kem nalë. Unë ola një në fakt edhe kur gjo lëvizë, s'kan mujt me bo kur gjo. Në të rosë jam një pregatit gjithmonë. Në momentin kur producenti po lëvizte me veturën e tij të tipit Audi A8, një veturë tjetër në të cilën ndodheshin Don Gjon dhe vëllau i tij, i ka zënë rrugën dhe ka tentuar të ndalojë makinën e producentit. Burimet bëjnë të ditur se disa prej personave të përfshirë kanë tentuar t'ia hapin derën e Biut, ndërsa njëri prej tyre dyshohet se ka goditur xhamin e veturës me armë zjarri. Në prononcimin për paparacin, Shkumbini tha se arsyeja e këtij veprimi janë fjalët tumbuese që reperi me novkën Niçi i bën kundrejt Don Gjonit, por që sipas tij ai nuk ka të bëj asgjë me tekstet e tij. Edhe pse problemi s'kom pas me to, kjo ka rrjedhur për shkak një artist jam që është Niçi që e ka kinse e ka bënë disë për to që s'as nuk përmendet kjo as kur gjë, se ai po pretendon që është për to. Pas incidentit, Bini Diez ka arritur të largohet bashkë me familjen, duke u drejtuar menjëherë në polici për të raportuar rastin. Ai ka theksuar se përkundër tronditjes emocionale nuk ka pësuar lëndime trupore.